Ndërtuesit më të mëdhenj të superjakteve në botë shprehin interesimin e tyre për Vlorën. Balkan Seafair po shndrohet në një nga eventet më të rëndësishme të industrisë detare në rajon. Nga jaktet luksoze të teknologjisë më të fundit marine, synon të sjellë në Vlorë një nivel të ri të ekonomisë. Balkan Seafair po vendos Shqipërinë dhe në veçanti Vlorën në artën e jakteve. Një brend që lindi në vendin ton si një iniciativë që lidh Shqipërinë me botën. Menaxherja e projektit Monika Panozzo, gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, dha lajmin e mirë se ndërtuesit më të mëdhenj të superjakteve kanë shfaqur interesimin e tyre të vinë në Vlorë. Sipas saj, edicioni i dytë i panairit do të zhvillohet në Vlorë në muajin tetor, ndërsa kjo do të jetë një mundësi interesante për të rritur ndërgjegjësimin për potencialin turistik që ka Vlora. Po ashtu, sipas saj, në këtë bashkëpunim do të zgjerohet diskutimi për të përfshirë edhe portet dhe logjistikën, sepse do të jenë të gjitha mundësitë për të diskutuar një projekt të madh që do të përfshijë transportin ndërbotror, i cili do të kryhet me anije dhe sigurisht edhe me tren, shprehet Panozzo. Come Balkan Seafair, la prima fiera Sa i përket panairit detit ballkanik, panait të parë detar në Shqipëri, tani jemi në mes të edicionit të tij të dytë, i cili do të mbahet në Vlorë më 18 tetor të këtij viti. Po shqyrtojmë mundësitë për operatorët në këtë sektor në këtë qytet. Është një projekt shumë ambicioz, i cili do të rreqë vëmendjen e të gjithë operatorëve kombëtar drejt Shqipërisë, e veçanërisht Vlorës, si dhe atyre të interesuar në zhvillimin e sektorit detar në këtë pjesë të vendit, si ati shqiptar, ashtu edhe ati europian. Kjo është një mundësi shumë interesante për zhvillimin e turizmit, para se gjithashtu ne të bashkojmë operatorë nga të gjitha marinat private europiane, gjatë një konference të madhe, e cila do të mbahet më 17 tetor, e udhëhequr nga Assos Marina. Kjo do të jetë një mundësi interesante për të rritur ndërgjegjësimin në mesin e industrisë së turizmit, për potencialin e territorit shqiptar dhe të ardhmen që mund të zhvillohet për turizmin. Një lloj turizmi elitar, i cili do të nxjisë absolutisht zhvillimin ekonomik të rajonit. Së dyti do të zgjerojmë diskutimin për të përfshirë portet dhe logjistikën, sepse do të kemi gjithashtu edhe mundësinë të diskutojmë një projekt të madh i cili do të përfshijë transportin ndërbotëror, i cili do të kryhet me anije dhe sigurisht edhe me tren. Prandaj është gjithashtu një mundësi e shkëlqyer, jo vetëm për turizmin, por edhe për punësimin, i cili mund të zgjerohet për shumë njerëz, si në nivelin e operatorëve të turizmit, ashtu edhe të operatorëve të logjistikës në vitet e ardhshme. Sigurisht nëse zbatohen operacione të caktuara, të cilat do të prezantohen gjatë panairit të detit ballkanik në Marina Orikum. Mendoj se është thelbësore që operatorët dhe zyrtarët qeveritar në Shqipëri të kuptojnë rëndësinë e ekonomisë blu dhe të menaxhojnë zhvillimin e saj në mënyrë të përshtatshme dhe largpamse. Duhet të mendojmë për një zhvillim 30 vjeçar të këtyre iniciativave, sepse ato përfaqësojnë vërtet të ardhmen për të gjithë të rinjt në Shqipëri. Përmes këtij lloji iniciative, Shqipëria duke parë nga deti mund të fitojë shumë në aspektin e punësimit dhe profesionalizmit, si dhe në aspektin e turizmit të kualifikuar, i cili nuk është një goditje në ikje. Të qenit në gjendje të furnizosh, mirëmbash dhe mbështesësh, për shembull të mirëpresësh superjahte, mund të mbështesë vetëm ekonominë. Një superjaht i cili ka qenë i ankoruar për një sezon, mund të tregojë atyre që kanë një ekuipazh të plot, një brendësi të mrekullueshme, që ndoshta nuk do ta kishin shfrytëzuar me turizmin, i cili mbërrinte në fundjavë dhe largohej. Kjo është arsyeja pse, sipas mendimit tim, është e rëndësishme të kushtohet vëmendje të madhe zhvillimit të këtij sektori. Në Shqipëri në këtë moment ka shumë operatorë ekonomik në Europë, të cilët po e shohin me shumë interes Shqipërinë për të sjellë zhvillim dhe për të sjellë produkte. Ne kemi kantiere shumë të mëdha detare që gjithashtu po kërkojnë tregtar në Shqipëri. Vetëm pak ditë më parë u kontaktova nga CEO i Bavaria Yacht, i cili do të jetë i pranishëm dhe do të sjellë gjithashtu këtë ide gjatë eventit ton. Bavaria është padyshim një segment i cili mund të jetë perfekt për operatorët dhe klientët shqiptar, sepse ofron një raport çmim-cilësi shumë të përballueshëm dhe produktet janë të mira. Kjo mund të jetë një zgjedhje e shkëlqyer për të gjithë ata të cilët i afrohen detit për herë të parë. E megjithatë ne kemi kantiere të mëdha detare që do të jenë tashmë të pranishme, së bashku me tregtar të tjerë që Shqipëria mund t'i mbështesë. Për shembull, kemi shumë marka prestigjioze që po tregojnë mbështetjen e tyre dhe janë përgjigjur me shumicë, duke vërtetuar se ekonomia blu këtu mund të jetë e shkëlqyer për të gjithë Europën. Il fine settimana se ne va. Menaxherja e projektit Balkan Seafair, Monika Panozzo, tha se ky projekt përfaqëson për Vlorën një mundësi të jashtëzakonshme.
Per Valona la Balkan Sea Fair secondo me rappresenta un'opportunità incredibile. Për Vlorën, panajiri i detit ballkanik, sipas mendimit tim, përfaqëson një mundësi të jashtëzakonshme. Për herë të parë po bashkojmë operator të brendshëm dhe ndërkombëtar dhe po bashkojmë operator vendas, të cilët tashmë janë mjaft në Shqipëri dhe po na vlerësojnë shumë. Shumë operator, siç janë furnizuesit mekanik dhe elektrik, do të jenë me ne në këtë edicion. Për mundësinë, vitrinën e cila do të bëhet e njohur në të gjithë Europën. Të gjithë po flasin për të, sepse tani kemi vizituar çdo panajir detar në Europë dhe panajiri i detit ballkanik në Vlorë është vërtet në gojën e të gjithëve dhe mund të jetë një mundësi që Vlora na mbështet dhe beson për një të ardhme me prosperitet dhe rritje të vërtet, së bashku për të bërë flamur industrisë detare në të gjithë Ballkanin. La Balkan Sea Fair di Valona è sulla bocca di tutti veramente e può essere Balkan Sea Fair është një platformë që po vendos industrinë detare shqiptare në skenën ndërkombëtare, nga prodhimi Medlen Albania te panajiret globale të jahteve. Kjo është historia e një industrie që po lind dhe po rritet çdo ditë. Ky është vetëm fillimi i një epoke të re për detin shqiptar dhe atë vlonjat. Panajiri i detit ballkanik nuk është një event vetëm për dashamirësit e detit, por ai është një shembull se ku duhet të fokusohen investimet për të patur një turizëm të qëndrueshëm dhe elitar dhe të mos mbetemi në lojën e shifrave turistike.